Kisha e Shën Profetit Ilia në fshatin Çukas të Lushnjës mbetet një nga objektet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe fetare në zonën e Myzeqes. E ndërtuar në vitin 1854, kjo kishë mban statusin e monumentit të kulturës që prej vitit 1970, duke u vlerësuar si një shembull i rrallë i arkitekturës pas bizantine të shekullit të 19. E vendosur mbi një kodër, ajo ka shërbyer për dekada si një pikë referimi shpirtëror dhe historik për banorët e zonës, ndërsa njihet edhe për ikonat e saj të vjetra dhe stilin karakteristik ndërtimor. Kjo kishë është ndër të paktat objekte kulti në Myzeqe që arriti të mbijetojë periudhës së vështirë të vitit 1967, kur shumë institucione fetare u shkatruan. Madje për një periudhë kohe, ajo shërbeu edhe si shkollë për arsimimin e fëmijëve të zonës. Por sot kjo vlerë historike dhe shpirtërore ndodhet në gjendje të rënduar, struktura e saj është dëmtuar, ndërsa pjesë të saj janë rrëzuar, duke lënë këtë monument në harrez dhe në rrezik degradimi të mëtejshëm. Banorët e zonës, të cilët shprehen jashtëkamere, kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përkatëse për restaurimin dhe ringritjen e kishës. Sipas tyre, kjo nuk është vetëm një çështje trashëgimie kulturore, por edhe një detyrim ndaj historisë dhe besimit. Ata theksojnë se kjo kodër së bashku me kishën mund të kthehet në një pikë të rëndësishme historike dhe turistike, duke ruajtur identitetin e zonës dhe vlerat e besimit ortodoks.